Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 13 në radio-televizionin publik të Kosovës. Filmi i shkurtër Two People Exchange in Salvia, në të cilën aktoria shqiptare Luana Bajrami ka rolin kryesor, ka arritur të fitojë një nga çmimet Oscar në ceremoninë e mbajtur në Los Angeles. Ndërkohë, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani e ka uruar Bajramin duke quajtur aktore të guximshme që përfaqëson më të mirën e rinisë kosovare, talentin, vendosshmërinë dhe besimin për të ndjekur ëndrat më të mëdha. Arritet të marrë çmimin Best Live Action Short Film në edicionin e 98 të ngjarjes, teksa në skenë ngjit edhe vet ajo gjatë ceremonisë. Luana Bajrami from Kosovo and Zara Amir. Luana, që luan rolin e mëllis, interpreton shitsen e një dyqani luksoz në rrëfimin kinematografik që shfaq luftën e mentaliteteve dhe kontrollin shoqëror. Filmi është krijuar në regji skenar të përbashkët të Natalie Musteta dhe Alexander Singh. Tashmë, Luana Bajrami është e njohur për disa suksese kinematografike, duke arritur që të bëjë regjinë e shumë prej filmave të prodhuara nga produksione franceze. E në skenën vendore, ajo më së shumti njihet për regjinë e filmit Luaneshat e Kodrës, i cili arriti të jepej premierë në festivalin prestigjioz të filmit në Cannes. Ndjekim në vazhdim një kronik të ceremonisë Oscar ku një betej pas tjetrës ka fituar çmimin për filmin më të mirë. The Oscar goes to One Battle After Another. Thrilleri e errët komik, një betej pas tjetrës fitoi çmimin për filmin më të mirë në çmimet e Akademisë të dielën, duke kryesuar një seri prej 6 trofesh në një natë kur Hollywoodi i dha çmimet kryesore të filmave me histori jo konvencionale. Rrëfimi i pazakont i rezistencës politike shkëmbeu fitore me historinë e vampirëve mëkatarët, duke përgatitur një betej deri në fund në teatrin Dolby. Le të pim një martini, kjo është e mrekullueshme, ka thënë regjisori Paul Thomas Anderson në një skenë pasi filmi i tij One Battle u shpall fituesi i çmimit kryesor. Filmi i Warner Bros kishte protagonist Leonardo DiCaprio në rolin e një revolucionari të dikurshëm, i cili bëhet një baba beqar që pi marihuanë dhe ka një adoleshent. Përveç çmimit për filmin më të mirë, ai fitoi çmimin për regjisorin më të mirë dhe skenarin më të mirë të adaptuar të dielën. Sean Penn. Aktori Sean Penn, një tjetër yll i filmit, i cili luan një oficer ushtarak të fiksuar në One Battle, u emërua aktori më i mirë mbështetës. Filmi Mëkatarët hyri në ceremoni me 16 nominime, më shumë se çdo film tjetër në historinë gati 100 vjeçare të çmimeve Oscar. Filmi përfundoi me 4 çmime, përfshirë një trofej për aktorin më të mirë për Michael B. Jordan, i cili luajti rolet e dy fishta të vëllezërve Binjak, Smoke dhe Stack. Autumn Durald Arkpo u bë gruaja e parë dhe aktoria e parë me ngjyrë që fitoi çmimin për kinematografi për filmin Mëkatarët. Aktoria irlandeze Jessie Buckley mori çmimin për aktoren më të mirë për interpretimin e gruas së William Shakespeare, Agnes Hathaway, në filmin Hamnet. 75 vjeçaria Amy Madigan u emërua aktoria më e mirë mbështetëse për rolin e saj në filmin Horror Weapons. Ajo fitoi çmimin e saj të parë Oscar në 40 vjet pas nominimit të saj të parë. Kompania Warner Bros ishte fituesi më i madh i natës me 11 çmime Oscar, ndërsa fituesit e statujave të arta zgjidhen nga afërsisht 10.000 aktor, producent, regjisor dhe aktor të filmit që përbëjnë Akademinë Amerikane të Arteve dhe Shkencave të filmit. Një person ka humbur jetën dhe një tjetër ka mbetur i plagosur si pasojë të shtënave me anë zjarri në orët e para të mëngjesit në Gjakov. Lajmin për RTK-n e ka konfirmuar zëdhënësi i policisë rajonale në Gjakov, Sheremet Elezi. Sipas tij, sot rreth orës 5:30 policia është njoftuar për të shtëna me armë zjarri në rrugën Vëllezërit Frashëri në Gjakov,
ku 2 persona të moshës madhore janë qelluar si pasojë plagëve të marra. Njëri prej tyre ka ndruar jetë në vendin e ngjarjes, gjë që është konstatuar edhe nga ekipi mjekësor, ndërkaq personi tjetër ka mbetur i plagosur dhe është dërguar për trajtim mjekësor. Autoritetet janë duke ndërmarrë veprimet e nevojshme hetimore me qëllim të identifikimit dhe arrestimit të dyshuarit, si dhe për zbardhjen e plot të rrethanave të këtij rasti. Prokurori i shtetit Jeton Koca ka dhënë dorëheqje. Vendimi i tij është aprovuar me 5 vota pro gjatë mbledhjes së Këshillit Prokurorial të Kosovës. Zëvendës kryesuesi i Këshillit Dardan Vuniqi shprehu mirënjohjen për kontributin e Kocës në sistemin prokurorial në vend. Duke njohur provojën e zotit Koca, në shfrytëzoj rastin ta falenderoj për angazhimin dhe kontributin e vënë në sistemin prokurorial. Natyrisht që provoja atje dhe është institucionet e Republikës së Kosovës i ka bërë nder edhe mirë sistemit prokurorial, megjithatë me që lidhet me motive personale të cilat edhe njëjti nuk i ka thënë, unë dëshiroj të shfrytëzoj rastin ta falenderoj për angazhimin, për kontributin, për bashkëpunimin që ka dhënë në sistemin prokurorial të Kosovës. Vazhdojmë me lajme të tjera. Punëtorët teknik të Spitalit Isa Grezda në Gjakov kanë hyrë në grevë për shkak të vonesës së pagave. Federata Sindikale e Punëtorëve të sektorit privat kërkon që pagat të ekzekutohen sa më shpejt në mënyrë që punëtorët të rikthehen në vendet e tyre të punës. Sipas sindikatës, greva do të vazhdojë deri në marrjen e pagave. Ministria e Bujqësisë ka nisur një punëtori 2 ditore me temën politikat mbështetëse përmes programit të pagesave direkte, programit të zhvillimit rural dhe projekteve të ujitjes, me qëllim diskutimin dhe avancimin e politikave për zhvillimin e sektorit bujqësor në vendin tonë. Në njoftimin e ministrisë thuhet se ministri Armen Muja theksoi se prioritet mbetet rritja e prodhueshmërisë për kraja e fermerëve të rinj dhe zhvillimi i sistemit të ujitjes. Sipas njoftimit, një vëmendje e veçantë po i kushtohet edhe zhvillimit të sistemit të ujitjes, si dhe sektorit të pyjeve, i cili ka potencial të madh zhvillimor. Për këtë arsye, më 21 mars do të lansohet programi i ri për sektorin e pyjeve, ndërkaq javën e ardhshme do të prezantohet edhe programi për sistemin e ujitjes. Kryetari i Komunës së Prishtinës Përparim Rama ka njoftuar se raporti i sigurisë i realizuar në shkollat e kryeqytetit nga Drejtoria për Siguri dhe Emergjenca ka treguar se rreth 50% të shkollave kanë çështje të sigurisë ku duhet të intervenohet. Në njoftimin e komunës thuhet se qëllimi i këtij takimi është që ta shqyrtojnë në detaje raportin e sigurisë dhe të identifikojnë menjëherë hapat konkret që duhet të ndërmerren. Sipas njoftimit, në këtë proces çdo drejtori do të marrë përgjegjësitë që i takojnë sipas fushës së saj, ndërkaq një pjesë e masave do të adresohen edhe nga vetë menaxhmentet e shkollave. Siguria në shkolla është përgjegjësi e përbashkët institucionale dhe shoqërore dhe do të ketë zero kompromis kur është në pyetje siguria e fëmijëve tanë, ka deklaruar Rama. Juan Laporta është rizgjedhur presidenti i Barcelonës për 5 vitet e ardhshme, pasi mposhti kundër kandidatin e tij Viktor Font në zgjedhjet e së dielës. 63 vjeçari për herë të dytë radhazi doli fitues, derisa do të shërbejë deri në vitin 2031. Lajmet në RTK bashkë me ekipin realizues ju falenderojmë për kohën që ndat me ne. Mirupafshim.